Mirëdita, jemi në datën 22 mars 2025, jemi në orët e mbasdites, ora 18 darkës, në lidhje me Petro Prodanin, këtë radhë nga qyteti i dijes, a kujdo si ta quhet qyteti historik, apo si quhet, i Shqipërisë, nga Korça. Petro, mirëdita. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Si mund ta quajmë Korçën? Çfarë qyteti quhet Korça? Korça, qyteti i shkollës, qyteti i dijes, në base qytet që po më plaket më shumë se qytetet e tjera. Po. Se s'desha të filloj me këtë, tani se temën që do të bëjmë sot, Petra, bashkë, diskutojmë pak për aktualitetin, duke u koncentruar edhe tek ajo fjala e madhe, pluralizëm apo demokraci, të cilën në 90-ën mendonim, ndofta dhe ne të dy dhe ti, ndofta dhe unë, shpresonim, besonim, që ishte një çelës për të na dhënë më shumë liri, për të na garantuar një jetë më të mirë, materiale, shpirtërore, por sot po shohim ose ngadalë kuptuam që demokracia ka krijuar më tepër probleme se sa diktatura në vërtet. Dhe meqense për deduksion logjik ka krijuar më tepër problem, bie në kontradiksion me vetë fjalën demokraci. Pra do të thotë që është një fars, nuk është demokraci, është një mashtrim, është një instrument i maskuar me fjalën demokraci. Petro, tani do ta filloj me një gjë tjetër. Ti je dhe në Selanik, apo jo? Tani Korça dhe Selaniku. Dua të krahasoj pak këto dy vende, sepse kam qenë në Selanik, por kam ndetë shumë pak, 2-3 orë aty, edhe kur shkon 2-3 orë në një qytet, ose shef në një gjë që të manit, që ngelesh pa frymë dhe thua si Selaniku nuk kishte, ose ndeshesh me një gjë me fjalë aty te stacioni i parku afrohesh dhe thua aty ishte tmerr, aty nuk jetoj. Sepse më bëj përshtypje një zonjë në Tiranë, e cila me sa duket është nga këto shqiptarët që nuk kanë dalë shumë jashtë shtetit. Edhe ne emigrantët dim që këta që s'dalin jashtë shtetit shumë, ose që s'kan dalë, kanë dhe atë tendencën për të flasë jo vetëm për njerëz të zakonshëm, por edhe njerëz që pretendojnë se janë më të kulturuar, që kanë një njohje më të madhe se sa kemi neve që jetojmë në këto vende, në kuptimin jo të njohjes thellë, Petro, por në kuptimin qoftë atyre gjërave që konstatojmë përditshmet. Edhe kjo zonja tha që Selaniku dha ishte skandal, ishte i papastër, ishte i paristrukturuar, shtëpiat shkatruara, ku diun, Tirana si shpirt, me ka quajtur mbyllje aty, Tirana tha si shpirt. Si mendon tani të krahasojmë Selanikun dhe Tiranën, me fjalë kuptimin e nëse mundesh me jo shumë fjalë që të fillojmë bisedën pastaj për temën. Të krahasosh dy gjëra të pakrahasueshme nuk është ndonjë përafrim shkencor me fjalë, dhe thuash që Selaniku është një qytet pa probleme dhe kjo është një gënjeshtër. Selaniku, si dhe shumë qytetet të Greqisë, kanë problemet e tyre, disa probleme janë madhore. Në disa zona të Selanikut të Trishtin, kur kalon nga, si të thuash, nga gjendja mjeruare, godinave, njerëzve, shpresa që ka humbur në shumë njerëz në Brezi i Ri kryesisht. Por kjo nuk është e vërtet absolute e Selanikut. Selaniku është një qytet me 2500 base 3000 vjet histori dhe nuk mund të krahasohet në asnjë lloj këndvështrimi me Korçën, e cila thjesht nga pikpamja e shtrirjes në kohë është një qytet me shumë pak histori, krijuar rreth 800 vite të kaluara. Kështu që për veten time nuk do të hyj fare këtij diskutimi. Ajo që do të thesha unë që në Greqi vitet e fundit ka filluar një përpjekje për
sensibilizimin e masës, asaj mase që i ka humbur shpresat në sistemi shtetëror, po e quaj në thonjza demokratik. Pra, klasa intelektuale greke është në hapat e para të rikrijimit të një shoqërie të re greke, e cila duket më së miri nga numri i vazhdueshëm i demonstratave dhe i protestave që njerëz organizojnë vazhdimisht në Thesaloniki, në Selanik. Kjo tregon që popullata greke, po e quaj popullata e Selanikut, është shumë e ndërgjegjshme se popullata shqiptare. Nuk kam parë në Shqipëri që të organizohen, si thua, protesta mbar kombëtare për një problem qoftë ky politik, qoftë ky problem ekonomik. Pra, duke mbyllur këtë tentativën për të krahasuar dy gjëra të pakrahasueshme, unë them që Selaniku është një nga qytetet me histori më të vjetër dhe më shumë ngjyrshe në Ballkan, mbase më i dëgjuari nga të gjithë portet jugore, të themi, të Greqisë. Është qyteti numër 2 në Greqi dhe natyrisht nuk mund të krahasohet as me Korçën, as me një qytet tjetër shqiptar. Ky është këndvështrimi. Faleminderit. Edhe unë s'dua ta zgjas këtë diskutim në të vërtetë, sepse më duket e kot. Kjo është janë rezultati i mbylljes tonë të gjatë të izolimit, dhe kur neve dalim, nga që ose ata që dalin, që nuk kanë përgjithësi s'kan vizur, jetojnë në botën e iluzioneve, ose janë në atë ekstremin që Shqipëria është shumë e prapambetur, është mbrapa botës e tjera, ose oscilojnë pastaj drejtimin tjetër që thonë si do të ketë në shqiptarët në atë drejtimin e mendjemasisë pastaj. Në fund Tirana është qytet tamam, aty ka lokale, aty bëhet jetë, nuk bëhet jeta në Rom, nuk bëhet jeta në Paris. Fillojnë me këto pastaj. Me këto oscilimet, oscilacione nga një ekstrem te ekstremi tjetër në vërtet. Kështu që nuk jam vlen vërtet të diskutosh. Dëgjoj Petro. Tani kalojmë te kjo e fundit, të kjo e tanishme. Në Shqipëri janë zgjedhjet datën 11 maj, nuk e di ai ke dëgjuar, ai ndjek apo si ndjek, me fjalë do votosh apo nuk do votosh. Sepse thonë, domethënë na kanë dhënë të drejtën, na kanë ftuar më mirë që dhe ne emigrantët të votojmë. Dhe thonë gjithmonë që ju duhet të jepni votën, por gjithmonë e drejta ajo demokracia, Petro, është vetëm një drejtim që të zgjedhësh, por jo të zgjidhesh. E kupton? Domethënë ke drejt votosh. Por nuk kupton ajo pasaj që ti duhet të kesh drejt të votohesh, jo vetëm të votosh. E kupton? Nëse unë provova që të mbledhja firmat, Petra, mendoja që si thuash, kam një eksperiencë, jo në kuptimin e meritoj për anën e shkollës e tjetër, por kam një eksperiencë në kuptimin e jete dhe publike, jo jete private, personale të shtëpisë, sepse jam marrë shumë me emigracione. Jam duke u marrë shumë me problemin e emigrantëve këtu në Itali, dhe me shumë njerëz njihemi, mendova që jo të provoja, sepse e di që është shumë e vështirë, por të filloja të mbledhja firmat për zgjedhjet. Arrita mbledhja 800 firmat, të cilat i falenderoj natyrisht ata që më besuan, sepse nuk është e lehtë që të besosh një dokument identiteti, t'ia besosh dikujt që ti e mendon që ai s'është askushi. Sepse ne, Petro, në momentin që nuk ke para, me fjalë këtë sistem konsiderohesh askushi. O do të kesh para, o do të kesh pushtet. Ndryshe bie i pabesueshëm. Kështu që Petro e do dokumentin e identitetit, fotokopje, për çfarë do Petro, për çfarë do me përdor? Mos do me bën një gjë keq mua, është i natyrshëm dyshimi, por 800 firma me nuk janë pak. Me thënë drejtën, për gati 10 ditë që kam mbledhur unë, pastaj pash që nuk e arrija do të ndërprerë. Por problemi është që kjo demokraci e të rregullit një njeri një vot
Në të vërtet, jo në Shqipëri që jo, që s'ka patur kur asnjë minimum demokracie, por edhe vendet e tjera, domethënë është një demokracie e cila ka lindur, është një formë qeverisje që ka lindur që në kohën e revolucioneve amerikane, revolucion franceze, në mënyrë të tillë që të, si thua, një formë tjetër qeverisje numrash, por që ligjin në thelb e bën gjithmonë më i forti, e bën ai që ka shumë para, ai që ka shumë dominim tek njerëzit, pra nuk ai parimi një njeri vlen një, nuk ka absolutisht vend. Tani, kjo demokraci, Petra, që njerëzit në 90 në Shqipëri vërtisnin liri demokraci, edhe besonin që do vi koha tani, edhe koha dhe tani populli zgjedh vetë ato përfaqësuesit e tij, edhe gjërat do rregullojnë për mirë. Por po të bëjmë një krahasim neve në Shqipëri midis demokracisë dhe diktaturës, sepse kanë të njëjtin periudhë kozgjatje gati tani, se po kalon e njëjta periudhë, janë demokracia dhe diktatura, Petra, janë shumë larg me njëra tjetrën sot. Në kuptimin që kjo demokraci ka krijuar shumë më tepër probleme se sa krijoi diktatura. Domethënë rezulton shumë më keqje tani se diktatura, se s'do të hyj në thelbin e gjithë gjërave, por në shumë gjëra, dhe unë kam kapur për shembull e para njëra shqitur gjithë sovraniteti i shtetit, komplet, në mënyrë totale. Ato diktaturat kanë të metat e tyre, po e mbajnë atë sovranitetin, mbajnë kohezionin social, e mbajnë maj sa mundën. Kurse këtu domethënë shohim se çfarë probleme ka, por do ta përmend vetëm tek një rast, te problemi i drejtësisë. Sepse unë i kam ndikur dhe vetë disa çështje. Domethënë ka arritur koha, Petra, që në Shqipëri demokracia i çoi deri këtu, deri në këtë pikë që jeta jonë e gjithëve është në dorën e prokurorëve. Është në dorën e prokurorëve, Petra, e gjithë njerëzve, në Shqipëri dhe në Kosovë, ndoshta edhe në Maqedoni, ndoshta edhe në Malinezi, pjesën e Ballkanit. Kanë bërë këto reforma të drejtësisë, Petra, ku në të cilat ti e ke jetuar kohën e vetë dhe unë e kam jetuar. Në atë kohë, në rast se kishe i grindje midis dy njerëzve, zakonisht ato i zgjidheshin me forma të ndryshme, jo vetëm forma ligjore, zgjidheshin edhe me forma informale, me takime, me të afërmit, për shuar sherrin, ndërhyrje te partia, ndërhyrje te këshilli. Gjendeshin forma të tjera dhe ishte policia apo gjykata ishte e fundit në atë kohë për këto forma. Pjesa pasaj politike është tjetër gjë. Kurse sot nuk ekziston asnjë lloj komunikimi më i tillë. Domethënë nëse këto e din shumë mirë shqiptarët që kanë provuar problemet e drejtësisë, nëse njëri ka problem me drejtësinë, në kuptimin është i akuzuar ose ka i grindje me një person tjetër, në probleme në më ndryshme, prokurori vendos si të doj, Petra. Vendos në mënyrë të ftohtë, pa u konsultuar fare me palët, është realitetet, dhe e thyen ligjin pa problem fare. E thyen ligjin dhe nuk ndëshkohet. Domethënë, kur prokurori thyen ligjin, tani ku do ankohesh? S'mund të ankohesh, sepse prokurori është e pavarur. Pra kemi arritur në këtë pikë, ka arritur kjo Republike e Prokurorëve me drejtësinë e re, e cila arreston këtë mundi, këtë doj tani, dhe po e arrestoj, varet nga mëshira e prokurorit dhe jo nga drejtësia. Ose më mirë varet se si e koncepton ai. Por ai është futur dhe prokurorin në të zhurmën e opinionit. Në qenë se opinioni thot Petroja, Vladi është hajdut, thot gjithë opinioni, prokurori i dënon sepse e thanë ndjekat e histerinë e njerëzve. Të thash për problemet e drejtësisë, po ka dhe tjera sa të duash, Petra. Domethënë kjo është ajo e demokracisë. Tani, pra ka arritur një
një degradim tani demokracia, ka arritur në një nivel i çik se u e bërë shumë gjatë hyrjen, se po të them edhe një të fundit, se janë bërë disa gjëra Petro komike dhe tragjike kohë të fundit. Nuk e di e ke dëgjuar një profesor me emrin Pilinçi, e ke dëgjuar? Jo, nuk e kam dëgjuar. Nuk është i dëgjuar, nuk kam asgjë personale me atë, por domethënë është shumë ku kemi arritur. Ky Pilinçi nuk është asgjë faktikisht, është njëri i vetëm, tek. Nuk po them që se s'du të shaj nga ana personale. Ai beson te kjo, beson problemi i tij. Ai beson për shkak të ku kemi arritur tani. Që ai beson se po bën një qeveri paralele vetë. Është gjëra që ja për të qeshur dhe për të qarë, e kupton? Dhe thotë, unë kam gati qeveri, thotë, ne kemi gati, thotë, Amerikën e kemi me vete, unë ta këshilloj ta dëgjosh, për shumë, unë e që humoristike, të vërtet. Po është një humor në këtë situatë të rënë dhe dhimbje ku ndodhemi, e kupton? Edhe Shqipëriu bën thirrje shqiptarëve për natë ka një kanal dhe quhet televizioni Shpresa, televizioni Shpresa Demokrate, ta këshilloj. Dhe fillon gazetarja në fillim, kur e hap, thot, mirë mbrëma, thot, sot me mua, thot, është bashkuar, thot, profesor Pilinçi. Mirë mbrëma, profesor Pilinçi, ç'mund na thuash për politikën shqiptare? Edhe fillon profesor Pilinçi, ju flet shqiptarëve, nga 20 minuta, diçka tillë, 20-25 minuta, që një kënaqësi biseda, thot ajo gazetarja pastaj, që bisedum me profesor Pilinçin, sot natë më mirë. Kaq gazetarja ka vetëm që na u bashkua dhe thot. Dhe Pilinçi thot që kemi gati qeverinë, thot. Do bëjmë arrestime, do bëjmë këto, thot, do bëjmë zgjedhje, domethënë është krijuar një situatë Marti Petra që nuk mund ta them, është bërë ka rënë në një qesharake shumë. Nuk e di se e fundit të betojmë nuk do të flasësh ty pastaj. Por ta bëjmë kështu si bisedë, kështu thjesht. Degradimi pasaj është dhe ky tjetër që Lulzim Basha me Edi Ramën kanë filluar tani me thirrje në distancë. Mendoni ku ka arritur politika. Kjo është demokracia. Ngrihet Lulzim Basha mëngjes dhe thotë, Rame, thotë, nuk e di atë kanë dalë të kenë para këtë? Pash para nga 2 ditësh pash në televizion. Jo, janë të përditshme, kështu po bëhet fushatë. Rame, ku je Rame, thotë. Ku je Rame, se Lulzim Basha kishte atë karakterin e i statuje, e njeriu prej allëqie, më përpara shumë i ngrirë, i kontraktuar, du se tani ka kaluar në ekstremin tjetër, bën këto batutot, si në për lokale, sikur ka pirë aki, sikur dhe i përgjigjet Edi Rama një lloj pastaj, ku je mor Lula, thot ku je, thot, po ti mor Lula, thot, sa vota do marr, domethënë bisedojnë këto gjëra, mendon, për ditë. Se ku kanë arritur këto biseda që e ulin pastaj, jo vetëm nivelin, natyrisht e politikës, po ulin atë aftësinë, si thua, të njerëzve për të menduar, Petra. Domethënë e çojnë atë forcën e masës njerëzve, atë siç thot Gustav Le Boni, me fjalë kjo psikologjia që krijohet, psikologjia mase e zhytin në një ignorancë shumë të madhe pastaj Petra. Domethënë që u shndrua tani demokracia që thamë ke bërë një gjë, ke marrë, ke bërë ca vota sot, ke bërë këtë, domethënë nuk flitet, ka arritur këto nivele. Tani Petra, kjo që po ndodh aty, në vërtet reflekton ato që po ndodh kudo në gjithë botën. Isha vetëm e po mendoja Petra sot, thoshja që mendoni neve, Shqipëria dhe Ballkani përgjithësi, ne jemi viktimë e pozicionit gjeografik. Viktimë e asaj e pozicionit geostrategjik, si thosh. Domethënë neve tregtojmë pozicionin tonë geostrategjik. Dhe kjo ka qarkulluar gjithmonë, neve jemi një vend shumë mirë, nuk e di atë kujtohet ty dhe në kona atëshme, për çfarë ka më të vinë këtu të bëjmë baza ushtarake të Amerikanët dhe na japin para neve, sepse të tjerë me bazat marrin në Qiran, në bazave, kujtune, në çast thoshin njerëzit. Edhe kjo punë e pozicionit geostrategjik me kanë,
është vënë në një lloj trege, në trege dhe ti tregton këtë. Dhe është kjo ndeshja në nivel global tani që shprehet tek lufta në Rusi, tek lufta në Ukrainë, tek ndoshta do zbresin Ballkan. Edhe roli jonë me fjalë është i tillë tani që të shfrytëzojmë si thosh këtë favor të madh që na ka bërë Zoti, që na ka falur, nuk e di ke dëgjuar, na ka falur vendin më të bukur në botë, thonë, për klimën, për të gjitha, për pasuritë, për pozicionin që kemi dhe ato interesat imperialiste, po përputhen më në fund me interesat shqiptarëve patriotike. Do thënë, herë e parë që përputhen kaq mirë këto interesat e të huajve me interesat e shqiptarëve për të vërtet për të shqitur gjithçka, për të anulluar gjithçka. Petro, fjala jote sepse u bëra i bezdishëm. Vazhdo. Po. Vladimir bie dakord, fenomenet që ju përmendet janë fenomene të botës së tretë dhe nuk janë të lokalizuara thjesht në Shqipëri. Këto janë fenomene ku njerëzit nuk arrin të dallojnë në të drejtat nga detyrat, përgjegjësitë nga ato që ju afron e drejta e të qenurit njeri. Duke spekuluar me pozicionin gjeografik. Vendi nuk e bën pozicionin gjeografik dhe historia e tregon më së miri. Unë në shumë vite të kaluara kam parë një emision në BBC-a kushtuar Irakut. Dhe titulli ishte pak a shumë që nafta, mallkim apo bekim, sepse po të mos kishte naftë, mbas ata do ishin më mirë. Kishin naftë dhe ata u shkatruan, u dogjën shumë erë gjatë të themi 50 viteve të fundit. Duke u kthyer përsëri në pozicionin gjeografik dhe në njerëzit e atij vendi me atë pozicion respektiv gjeografik, unë po marr rastin e Japonisë. Japonia është në fund të botës një qindra ishuj, mira ishuj të zhytur në probleme sismike, në probleme klime të tjera dhe ata janë një popull që gjithmonë gjenerojnë një lloj qeverisje dhe aktiviteti politiko-ekonomik që është shumë i veçantë në botën që ne jetojmë. Për shembull, niveli i korrupsionit është shumë i ulët se në vende të tjera që janë 100 termë të mira të vendosura, si thua, në ekuacionin gjeopolitik. Pra, nuk ka të bëjë fare pozicioni gjeografik me ndërtimin e një vendi. Vendin e ndërton popullata dhe sa më ignorante të jetë popullata, aq më problematike është krijimi i shtetit. Tani, siç e thash, kanë probleme në tërë botën dhe unë do më japësh, ju lutem, të drejtën të rrezikoj disa strofa të librit Robert Burns të shqipruar nga i madhi Drit Roagolli, i cili ka bërë një punë të jashtëzakonshme. Është një botim i shumë viteve të kaluara, nga botimet më të mira, më të dashura të jetës time, me fjalë. Robert Burns ka shkruar një poezi 240 vite të kaluara, të titulluara 200. Dhe një qen që kishte emrin Cezar ishte qeni i pallatit i Paris dhe një qen tjetër që kishte emrin Luati ishte qeni i një shatari. Dhe kur takoheshin dy qenë të tregonin historitë që shikonin me njëra tjetrën. Dhe unë po lexoj dy strofa. Pasi përshkruan çfarë bënin ata lordët e të pasurit, thot, ku shumë në letra nxihet furrë dhe gjen një tjetër aventurë, me gratën natës në konak dhe ditën dërgjet si zhapjak. Po zonja tona zbardhin borë dhe mblidhen tokë dorë për dorë. Më falë. Dorë për dorë. Ti shohësh duken por si motra, në kuvendime dhe në lodra. To që shtiren aq të mira, mes tyre bëhen e gërsira. Sikur t'i nxjerrin zhmbajnë e çkanë, nuk ua kalon asnjë putanë. Kur pinë çaj, ç'të themi varfri, nuk pinë çaj, por helm prej gjalpri. Pastaj me letra ulen lozin,
dhe ndezi nepshet me bigjozi. Në letra ka ca vizatime, si djaj me vesh e gjoks me qime, çdo vizatim me boj e ar, të duket si kur bën pazar. Me aq sa humbin në një natë, një vit punon fshatari ngratë. Po, siç ma thot në mendja ime, mes lordësh ka dhe përjashtime. Pa përjashtim s'ka gjë të rregullt, kështu e ka thot botë e mjeku. Pra, ky fragment është këputur nga një poezi e shkruar 240 viteve të kaluara dhe pak a shumë situata në botë është ajo e kohës Robert Burns. Natyrisht që loja me demokracinë është një avas i vjetër, ka kaq vite që po spekulohet me demokracinë, po në fund të fundit ne nuk kemi demokraci, kur kemi një masë masivisht të paedukuar, dhe kur masë masivisht të paedukuar dhe pa informuar në mënyrën e drejtë, ka vetëm 2 zgjidhje, dhe ato 2 zgjidhje janë të një funksioni të veçantë, të njëjtit version, të njëjtit përfundim. Kështu që ne duke parë historinë e vendeve të ish bllokut lindor, ne shikojmë që me rënien e ashtu quajturit komunizëm ndodhen disa fenomene të cilat shkatëruan jo vetëm tradita, po dëmin i madh që u shkatrua njëre për gjithmonë familja. Sot ne nuk kemi lindje fëmijësh, ne nuk kemi rritje normale të popullatës, dhe në këtë situatë kur ne nuk kemi brez të ri, ne nuk kemi as demokraci. Dhe me zhvillimin e ashtu quajturës inteligjencë artificiale, demokracia do të reduktohet akoma dhe më shumë, do të bëhet thjesht një proces të cilin do ta ndjekin ose do të bëhen pjesëmarrës vetëm një pakicë njerëzish, dhe ne këta i shohim që sot që në shumë vende perëndimore pjesëmarrja në votime është shumë e vogël dhe kjo tregon që njerëzit e kanë humbur besimin në atë që quhet demokraci, sepse në fund të fundit kur unë ndjehemi përjashtuar nga një proces që më premton shumë gjëra dhe më jep pasgjë, unë atëherë do të reagoj në një formë të tillë që unë nuk do të bëhem pjesëtar i këtij procesi. Dhe po të kthehem në Shqipëri ka ndodhur ndryshime pozitive, nuk mund të mohoj, por ndryshimet negative i tejkalojnë ndryshimet negative. Ndryshimet negative i tejkalojnë ndryshimet pozitive. Ky është konkluzioni im dhe nuk do të thotë që është i drejtë, por nga syri im unë kështu e vlerësoj situatën. Ku e shikoj unë dëmin më të madh, edhe një në ignorancën e madhe që është mbjellën në brezi i ri, i cili ka humbur pikën e orientimit në këtë botë, që kërkon shpëtimin vetëm duke u larguar nga vendi, ose i harxhon energjitë e tija në fusha në të cilat nuk kthejnë investim. Tani vendi ndodhet në pragun e zgjedhjeve, të cilat pak a shumë njerëzit i dinë, 2 palët kundërshtare siç e shikoj unë kanë rënë në një lloj ujie, ti do të marrësh kaq, unë do të marr kaq. Perëndimi ose si të thuash zyra që merren me Shqipërinë nuk kanë ndonjë interes të bëjnë ndonjë ndryshim madhor në Shqipëri, atyre nuk ju intereson kurse niveli korrupsionit dhe forma e korrupsionit që ekziston në Shqipëri, sepse vetë në vendet e tyre ata kanë një sistem të vjetëruar, një sistem me plot probleme dhe kokçarja e tyre është shumë më e përqendruar në vetvete, pra në shtetet e tyre, sesa të merren me shtete periferiale, siç është Shqipëria apo disa shtete të tjera ballkanike. Kështu që për mendimin tim, zgjedhjet në Shqipëri nuk do të sjellin ndonjë ndryshim. Premtimi se Shqipëria do të marrë si të thuash, ose shqiptarët do të marrin pasaportën të tyre në Evropë, kushdo që të jetë në pushtet, kjo rrugë është e përcaktuar, Shqipëria do të hyjë në Evropë, jo sepse duan apo e meritojnë shqiptarët, po sepse këto janë politika të cila të ndjekura nga zyra vendimmarrëse në Evropë. Shqipëria do të hyjë, Maqedonia e Veriut do të hyjë, Kosova do të bëhet në një shtet më i koncentruar sepse kështu duan perëndimorët. Kroacia gjithashtu po
ketë luaj një rol, si të thuash, kundër Serbisë, e cila dhe ajo vetë do të hyjë në Evropën e Bashkuar, sepse këto janë politikat e përcaktuara në zyrat e të mëdhenjve dhe kjo duke qartë, jo sepse plotësohen standardet për të hyrë në Evropë, po sepse Evropa do të unifikojë këtë politikë. Unë këtë pyetje ja kam bërë një personalitetit të lartë të grek, një deputeti grek, duke pyetur përse Evropa tenton që të futë në gjilin e saj shtetet të cilat nuk plotësojnë as kriteret bazë për të përshtatur me të paktën ato që keni ju të shkruajtur pra në kartë. Ai tha që kjo nuk varet as nga mua, nga ty, për janë politika njëre mirë të përcaktuara në zyrat e mëdha të Evropës, dhe kjo është e ardhmja e Shqipërisë. Ajo çfarë shikoj unë, çfarë më them përshtypje këtu në Korçë, unë kam jetuar në emigrim, mua kam punuar, nuk kam bendur as edhe një orë. Mua më bën përshtypje Koraleku për të thënë 10.000 euro, mo që janë 10.000 euro, apo që janë 20.000 euro, apo që janë 30.000 euro. Mua më dalin synë nga vendi, se që të merr një 45.000 euro, të vinja ato më janë, ose të vinja do të më duheshin vite punë me fjalë dhe një përgjegjësi shumë e madhe karshi klientit apo bashkëpunëtorëve të mi. Kështu që unë këtu jam në një vend ku kam lindur, por unë kam humbur komplet orientimin tim dhe unë ndjem i huaj në vendin ku unë kam lindur dhe jam rritur. Petra, unë e shoh kështu, unë jam akoma me dyshimin që a do zhvillohen apo nuk do zhvillohen zgjedhjet në Shqipëri. E di që jam pak anakronist, të përmenda pak atë profesor Pilincin, se do ta përmend një herë tjetër sepse është shumë gazmore, se dela e goca në për Tiranë aty dhe disi ju thotë njerëzve, thonë, çhalli ke, thotë, të në të më kam prishur shpinë, me këtë thot, po merret posaçërisht profesor Pilici. Kështu që do zgjidhen problemet, po profesor Pilici është një, si do merret tani. Edhe ai thot nuk do ketë zgjedhje, po do ketë arrestime, thot. Kështu thot profesor Pilici. Unë them Petra, mendoj që ekziston probabiliteti akoma që zgjedhjet në Shqipëri të mos bëhen. Për arsye se ka diçka të pasqaruar në ekuilibrat midis këtyre pushteteve të Europës, autokratike si shteti që nuk varet nga Shqipëria apo nga Bosnia apo nga Malizi, por varet nga zyrat e këtyre autokratike që janë aty me aty vendosin. Dhe nuk është sqaruar akoma se ç'do ndodhi, Petra, në kuptimin edhe të konfliktit në Ukrainë. Sepse nga njëra anë Trumpi e Putini apo ndonjë tjetër kërkojnë ta mbyllin, të vendosin paqen, nga ana tjetër ka forca të tjera të cilët duan të vazhdojnë akoma luftën. Edhe unë them që kontradikta e sistemit sot, Petro, mendoj ka arritur në ca pika, në ca nivele, në një lloj, po ti besojmë që ti zhvillimit spiral të shoqërisë, jo zhvillimit ciklik, po zhvillimit spiral, jemi në një pikë, jemi kthyer në kohën e revolucionit francez. Jemi kthyer në atë pikë tani sot, në nivel të botës zhvilluar veçanërisht. Në ç'kuptim jemi kthyer? Atëherë e vran mbretin Luigi në 16 në Francë. Petro, një ndër arsyet pse u vra mbreti Luigi 16, Petro, ishte sepse Franca ishte mbytur në borxhe. Ishte mbytur në borxhe se ishte Franca që kishte financuar revolucionin amerikan kundër Anglisë. Edhe e njëjta gjë që po bën Franca sot, që kërkon të futet në borxh bashkë me Anglinë për të vazhduar luftën kundër Rusisë. Afërsisht kanë ngjashmëri shumë. Edhe i propozojnë mbretit Luigi 16 në atë kohë, i thonë që i thot ai Mekeni, këshilltari i tij më i afërt, i tregon se cilat janë mundësitë për të dalë nga ajo krizë. Sepse njerëzit s'kishin buktanin, domethënë ishin nga që ishte mbytur mbretëria në borxhe, krije probleme, borxhet reja s'të jep nuk e financonin.
Edhe ishte edhe një rrugë, thotë ai, disfare i debiti, për e them italisht. Me fjalë, mos i njohësh fare borxhet. Kur i thënë mos i njohësh fare borxhet, mbreti Luigi XVI e shkarkoi më njëherë. Nuk flitet për të gjitha, sepse e dinte shumë mirë që po të thoshte nuk do paguajmë borxhet, do e varrin shumë shpejt. Dhe zgjodhi rrugën pasaj të demokracisë. Borgjezia hyri në fush, u bë fillim fare, kishte një lloj influencë të vogël, pastaj u bë pjesë e 3 shteteve të Francës, dal nga dal u bë pjesa kryesore, deri në Kongresin e Berlinit, kur fitoi hegemoninë në totale. Dhe mbreti Luigi XVI në atë kohë u akuzu për korrupsion, etj, morën zvarr, bashkë me mira francezë tjerë, i çuan në sheshin e revolucionit giljotinë. Dhe në atë kohë u hodhë borgjezia hodhi atë luftën kundër privilegjeve. Domethënë, qytetarët do jenë barabasta që nga i fundit dhe deri tek i pari. E drejtë liria e shtypit, kujtun, gjithë lirit borgjeze të asaj kohe. Tani, vim sot. Sot po propozohet përsëri temë kryesore korrupsioni që është i lidhur me borxhet. Domethënë, këta që japin borxhe, dhe këto borxhe vjedhen. Sepse po të bëjmë një llogaritje, Petra, Erion Velia është në burg, e tjetri, kryetari i bashkisë, dhe njerëzit në Shqipëri thonë, vodhën parat tona, thonë. Në të vërtet, ato para që ka vjedhur Erion Velia, po themi, apo Sali Berisha, apo Edi Rama, kushdo tjetër ata, nuk janë parat e shqiptarëve në kuptimin e letrës, paktën. Pse? Sepse parat e taksave që mbledhen nga njerëzit, Petra, nuk mjaftojnë, janë pak. Domethënë, ato mbledhen parat nga taksat, ato mbulojnë një pjesë të shpenzimeve të shtetit. Është i detyruar shteti të futet në borxh, të marrë borxh dhe për të paguar interesat e borxhit dhe për të shtuar borxh tjetër. Nga ky borxh që shtohet ta vjedhin. Domethënë këtu, Petra, është kështu tani, ka hyrë një lloj sistemi që thotë se këta që japin borxh, ta ku i gjejnë. Dhe këta i krijojnë nga zjeja. Se s'po merret vesh kjo tani. Tani kemi arritur në një kontradikcion matematik, Petra, se unë jam lloj i matematikës. Dhe i them, ka arritur sistemi në një konflikt numrash. Këta që japin borxhe shteteve, gjithë shteteve, që duan të japin tani Europës 800 miliardë, janë këto miliarda të shotit, sikur i gjenë rrugë. Që u thush tyre për shembull që jepni 10 miliardë për njerëzit që s'kan bukë, i thush Europës, nuk ka, thonë. 800 miliardë për blerë armë, për vazhdu luftën gjenden që nesër. Gjenden me një 800 miliardë. Pse? Sepse janë pare pa djesë ato, janë pare të bëra në numra. Rrotulluan dhe tregjet financiare, Bitcoin, ti mendo, Petra, vetëm me emisionin e Bitcoinit, bëjnë ditë, bëjnë 900 Bitcoin e të rinj, që janë me atë kotën aktuale që ka Bitcoini, bëjnë tek 80 milion euro në ditë. Që këta e emetojnë atë numër dhe ti për ta blerë ato do japi 70 milion. Në ditë, domethënë, nga asgjëja, se i të nga asgjëja. Ti blen një asgjë, aty figuron 80 milion. Ai ka 80 milion shumë. 80 milion do të ta jep për të bërë për blerarë. Politikanët të gjë e kanë kuptuar, kudo. E kanë kuptuar, ka gjë të paktën. Të gjë, është vetëm me gjë që politikanët kanë kuptuar, Petra. Që thonë që këta i do të që në mbysin borxhe neve, dhe du me fitu vetëm këta, me i marrë këta, po të marrim dhe nesë, dhe këta nga ta të vjedhur e i ka, dhe më dhe këta po vjedhin pasurin e vjedhur, do të të vjedhur, si do rrije Edi Rama e tjetit, dhe ne këta bankjerët e huaj, e kujtu çfarë janë, individ tillë, që pjen para, shtojnë para me para, to tani duhet të rrejtë, mbaj se hirë, dhe ky është korrupsioni i sistemit. Edhe ata pasaj i godasin, do më thënë tani ka rritur loja që ju keni nevojë për borxhe, okay, ne ju japim, s'ka problem. Kemi numra, ne ju japim. Ju, por ato që do japim neve, ta kanë forcën të ne me dhe borxhet. Me njerëzit
juve, do ashtu, po që ne ju fusim në burg. Dhe fakti është që ata vetë, nuk e futin burg e Revelia e Tiranës, që mendojnë shqiptarët. Që unë them, Petro, një në arsyet që s'do penzjerët, mendoj, e dyshoj shumë që mund të jetë arrestimi e Tiranës. Mos shumë i mund shumë, Petro. Unë shumë e mendoj. Ku e mbështes nga gjithë këto gjërat që unë kam lexuar, që kam parë gjatë gjithë këtyre kohësh, është një intuitë ime, vërtet. Dhe nëse arrestohet e Tirana përpara, për shembull po themi përpara gjysmës prillit, bëna një muaj, zgjedhjet anullohen, nuk bëhen. Shpallet një lloj situate që është zakonshme, bëhet një qeveri teknike. Nëse, domethënë kam fjalën këtu, Petro. Tani kemi arritur në një kontradikt të sistemit që hipi Trumpi, doli Europa. Në doli kjo Europë. Ka që dobët kjo Europa si kishte fuqi fare, në po u largu NATO, Amerika nga NATO-ja do shryhet. Jo, thanë, da kemi pare tjera, kemi bini armjeve, s'ka problem. Dhe jo vetëm, për borxhet që japin Petra, thonë, ju thonë, nuk të shnojnë fare tek borxhi shtetit. E di e ke gjurtë. Dhe ta kur japin borxhe shtetit te kolona aty, s'ka gjë e quajnë si borxh të ngrirë. Është aty po nuk do llogarisin te deficiti vjetor, thonë, s'ka gjë, le të jetë borxh aty. 800 miliardë vazhdoni luftën ju, të vritet kush mundet, e tjetë. Ka rritur me fjalë sistemi, Petër. Dhe unë mendoj shumë e rrasmenit, po. Sepse në Shqipëri, këta kanë bërë thjesht administratorë në Petër, nuk kanë bërë politik shqiptarët ndonjëherë. Këta shtetin e kanë parë si vend privilegjesh, postesh, koltukësh, majtos, dallës, pa e kuptuar as vetë se çfarë bëjnë. Asnjë po thuaj se gjithë politikanët Petër nuk kanë kuptuar asgjë fare. Kur ata në 140 veta, Petro, më votojnë një reformë drejtësisë, unë jam marrë shumë me probleme drejtësisë dhe të emigrantëve, që ti voton një reformë drejtësi, kur rregulli i parë, jo lere spakun, Petro, por reformën drejtësi, rregulli i parë është e drejta sot, që policia, jo me urdhën e prokurorit natyrisht, të arrestojë njerëz me dyshim, pa prova. Po. Dhe kjo atëherë bie poshtë gjithë ajo shkollë që ekziston pastaj, atë për çfarë ti ke bërë fakultete juridike, kujturë të tjera, kur ti e shkatërron drejtësinë që në themelet e saj. Si mund të votojnë këta parlamentarë, ose janë kulturalisht të mangët fare, se kanë idem fare që ndodh, sepse për shembull në Itali nuk ekziston kjo gjë, Petro. Të arrestohesh ti, të ngrenë ndjeson, të drokas ty ndër, thënë Petro dyshoj për këtë, hajde këtu, futesh në burg. Po drejtësia speciale ka i ligj tjetër, po u fute Petër nuk del. Është e tmerrshme. U futen në Revelia, nuk del dot. U futi Lirmeta, nuk del dot. Do futet te Tirana, nuk del dot, Petër. Sepse është kjo kontradikt sot tani e sistemit, Petër, dhe e kanë bërë qëllimisht e kanë kapur Ballkanin, se kanë kapur Shqipërinë, kanë kapur Kosovën, kanë kapur Maqedoninë, Petër, kanë kapur Malinezi, edhe nga Bosnia. Në të janë kapur këto 5 vende, që mendoj që Bosnia, Petra, atë Republikën Srpska, që ata e shpallin, por nuk e njeh Serbia. Dhe pse Serbia e mbështet, por nuk e njeh si njeh Shqipëria apo Kosovën, që aty janë gjithë serbë ata. Nuk e njeh sepse kërkon që të mos krijojë probleme të prishjes së të një çrregullimi në Ballkan pastaj. Që këta thonë Kosova është faktori destabilizues. Në vërtet ajo Serbia, në vërtet Serbia është faktori që krijon stabilitetin. Se mos jetë Serbia bëhet më keq akoma. Po balancohen këto forcat. Që mendon Serbia nuk e mbështet këtë pjesën serbska, të Republikën Srpske të Bosnjës. Domethënë e mbështet shumë deklarata publike dhe kur vin puna njohje, që të thonë ato shpallemi Republikën dhe bashkohemi ne jo u njohim jo. Nuk e bëjtë, si që këtë se ka bërë asë Ukrajina, ajo Armenia me atë Republikën në Kazakistan. Asa jo nuk e? Nagorno-Karabakh. Nagorno-Karabakh. Tani, Petro, dhe me thamë, kontradikta Petro ka arritur në një nivel që njerëzimi ndodhet përballë konservatorëve dhe liberalëve. Ku konservatorët, çfarë kërkojnë konservatorët? Konservatorët kërkojnë që të kenë një qeveri siç ka qenë tradicionale, të pasur të varfër, që i kanë krijuar Zoti, i ka krijuar të pasur, ti ashtu të bëri Zoti të varfër, ruajmë këto diferencat shoqërore, sociale,
Dhe kjo lloj politike konservatore, do të thonë që është në fund fundit këta duan mos pagojnë takse, mos ketë asistencë as njerëzit, etj. Dhe pjesa liberale tani, e cila dolin emrin që ti bëjnë gjithë njerëzit, si thosh, me atë barazi vllazërin, por që akumuloj të pushtetin e paras. Akumuloj të pushtetin shumë të madh paras, dhe tani jemi në këtë pikë, Petra. Dhe në këtë pikë kjo për mua është lufta botërore, Petra, dhe unë jam pesimist në këtë pikë, Petra. Unë them nuk shpëton dot, Petra, bota pa luftë tretë botërore. Është e pamundur. Nuk zgjidhen, Petra, nuk zgjidhen me Trumpin kjo situatë që ka arritur, sepse kjo është një plagë e madhe e zmadhuar brenda sistemit, është zmadhuar aq shumë që ka arritur sistemi në një kontradikt të tillë mbi ekzistencë tani. Kjo pjesë e vogël e cila komandon nga ana financiare gjithë botën me këto numra, që thonë që kanë dorë borxhe etj. Që për hipotezë, do të bëjmë sikur të ishin shtetit, se janë privat, sikur të ishin shtetet, do ishte më mirë, u them prapë do kishin probleme prapë një lloj. Sepse problemi, duke folur si fizikan, problemi është prishja e ekuilibrit, vërtet. Kjo prishje kaq e madhe e ekuilibrit, nuk duhet të ishte lejuar me kohë. Ose tani është prishur aq shumë ke ekuilibri, Petra, që është, do të thonë, si do zgjidhet? Do zgjidhet se me një armëpushim në Ukrainë, Petra. Po sa të zgjidhet në Ukrainë, po armëpushim me njëherë do vijnë në Ballkan. Me njëherë, Petra, sa të mbyllet, nëse mbyllet në Ukrainë me që Rusia të jetë më avantazhuar, tregon që kjo pjesa liberale është më e goditur. Pjesa liberale do acarohet dhe më tepër, Petra, do mobilizoj shumë më tepër Ukrainë, atë pjesën ushtrinë e tij, që kanë gjithë botën, dhe do nxjisi konflikte të reja. Largimi NATO ose tjetër, ndaj e shohun që neve notojmë duke mashtruar njëri tjetrin, Petra, shqiptarët, mashtrojnë njëri tjetrin, Sali Berisha hiqet sikur di çdo gjë, Edi Rama çdo gjë, ata vetëm gjë që dinë, Petra, të intrigojnë njerëzit, që të mashtrojnë popullin e tyre sikur ta i kanë dorë gjë, se ta nuk kanë gjendor, Petra. Ta e kanë dorëzuar, nuk kanë asgjë, këta Edi Rama i ka thënë hapur dhe ai flet ndonjëherë diçka. Ai thotë ndonjëherë, thotë unë thjesht firmos, thotë çfarë mbie. Ato tendera që thonë këta ka vjedhur kaq, kanë bërë kaq. Ato janë gjitha, Petra, ti je në Amerikë. Ata që japin para, Petra, ka një budallënja që ti japin para, të thonë bo çfarë dush ti me para, apo të vinë të kontrollojnë, pastaj çfarë bëre këtu, çfarë bëre aty. Është normali të kontrollojnë, nuk e ke ti komandën. E ka ai që ti jep para. Shkoti në një bankë dhe merrti një para se sa do të lënë ata që ti vjedhësh ato para. Apo e kam. Shumë drejtë. Unë e shoh, Petra, kjo demokracia jonë nuk lindi asnjëherë, as pluralizmi them nuk lindi asnjëherë, Petra. Nuk lindi as pluralizmi. Postet në Shqipëri partitë kanë qenë gjëra të sajura letë në Shqipëri, nuk kanë se kanë histori partitë e Shqipërisë. Ishin lista ku po Partia Demokratike shnom mua, shnom aty, thonë jam antar i Partisë Demokratike. I them unë antar në shkuptimi i antarit. Se antar, që ti ish antar në një vend, duhet të kontribosh. Minimumi e para fare do pagush një teserim. Nuk ekziston njeri, për shembull, që pagun një teserim në një parti, Petra. Atë ti si antar i Partisë Demokratike, si antar i Partisë Socialiste. Ti bën tifozllëk. Je një tifoz i ndar, nuk e di, do më ndofta edhe për probleme me njëri tjetri, poshtë me fjalë kjo përçarja poshtë, që të thotë që e krijon dhe kjo pasi atë unë jam demokrat, ti je socialist, të grindesh aty për në një pronë, për në një gjë mëngjes, për në një parkim, duke u grindur, thua ti dhe ata të Sali Berishës, i thua, ky thot ti me ata të Edi Ramës, ndajnë njerëzit në këtë mënyrë. Por nuk ka patur, si thua, një zhvillim në kuptimin edukativ në Shqipëri, që njerëzit të merren me politikë që të mendojnë, që ta shohin politikën si një formë marrëdhënie me njëri tjetrin, si ta zhvillojmë, çfarë do bëjmë, ajo ekonomia shkatërru komplet. Ta e kanë mbuluar, Petra, me atë zhvillimin qytetimi me këtë fasadën, që kanë mbuluar qendrat e urbane të qyteteve, kanë bërë pastrimet, domethënë është financuar të kjo pjesa që shohim,
por duke e abandonuar gjithë pjesën tjetër të saj. Për mos thënë pasaj që shkatërrimi i familjes, i shteti i njerëzve, largimi, do më një çoroditje, koha ikin shpejt, vitet ikin aq shpejt, shumë shpejt Petro, pikërisht sepse jetojmë një jetë, një kohë frenetike, një kohë shumë të ashpër. Po, Vladimir, më lejo të bëj dy ndërhyrje këtu. Ndërhyrja e parë është që mua, do me thënë, më ka trequr shumë vite më përpara, është prezantimi i demokracisë. Njerëzit jo vetëm në Shqipëri, po dhe në vende të zhvilluara, themi në superfuqi në Amerikë, në Kanada, vjen përballë dy opsioneve, e keqja me vogël, e keqja me madhe. Dhe njerëzit janë mësuar me këtë fenomen. Tash do zgjedhim këtë, ky është i lik, i keq me një probleme, është hajdut, është drogaxhi, është vrasës, ka bërtek. Është pak i keq, është pak i keq. Është pak i keq sa i keq. Dhe kur niveli i shoqërisë bie në këtë përdhem me një fjalë, unë nuk pres nga kjo shoqëri dhe nga këta udhëheqës të bëjnë ndonjë gjë marramendse që të ecin përpara. Thjesht ata do të vazhdojnë me një kamuflazh mënyrën e tyre të sinqertë, sepse në vetvete ata janë ata. Nuk se është thjesht kush janë ata, se ashtu veprojnë dhe në jetën e tyre të përditshme. Pra, shpeshherë ne kemi të bëjmë me një sinqeritet djallëzor që ashtu është lindur, ashtu është krijuar në ata njerëz. E dyta, ne kemi raste të demokracisë të ashtu quajtur perëndimore, e cila ballafaqohet me të ashtu quajturat si të thua shtete të koncentruara në sistemin një-partijak, ose siç i quajnë këta diktatoriale, apo 100 emra, ka perëndimi ve 100 emra për të njëjtin fenomen. Tani, kemi rastin në Amerikë. Në Amerikë bëhen zgjedhje çdo 4 vjet. Dhe shpeshherë presidenti i zgjedhur, kushdo qoftë ai, ka vetëm 2 vjet kohë, se në zgjedhjet që bëhen për, si të thuash, në mes për të themi zgjedhjet lokale, ai e humbet Kongres. Pra, nuk ka më fuqi nëse u humbet Kongresi. Pra, kemi të bëjmë me një shpeshherë me një ekonomi madhore që vepron presidenti që është i madh i shtetit, ka të drejtë ose ka fuqi vetëm 2 vjet. Dhe 2 vjetet e tjera është thjesht një figurë aty që do të veprojë thjesht duke vënë firmën bazuar në dekretet presidencial. Kjo formë e vjetëruar e të funksionuarit të shteteve është shumë apateike, shumë e pafuqishme në krahasim me shtete si Kina, për shembull, që Kina është një shtet me një shërje shumë të madhe gjeografike, me një përbërje shumë të madhe dhe të ndryshme populatash, me gjuhë që nuk e kuptojnë në njëra tjetrën, dikush flet kantonisë, dikush flet mandarin, ata kanë shumë të vështirë të merren vesh me njëri tjetrin. Ne themi kinezë, është njësoj si thua afrikanë, sepse janë të zinj, e themi afrikan. Por dhe për kinezët ashtu themi kinezë, sepse thjesht i shikojmë si një racë tjetër njerëzore që duket nga jashtë pak a shumë njësoj, ata janë shumë të ndryshëm. Dhe ku është tepërsia e sistemeve si sistemi kinez, që bashkon këto bashkësi njerëzish, këto lloj populatash që i ngjajnë shpeshherë njëra tjetrën. I bashkon ato dhe nga vende shumë të prapambetura është kthyer Kina në një superfuqi që për mendimin tim ja kalon Amerikës sot. Ky është mendimi im. Ku ata kanë vendosur një sistem ku thuhet më mirë një mbret se sa 100 hajdut të vegjël. Një hajdut i madh krahasuar me 100 hajdut. Dhe planet e tyre janë afatgjata. Në Kinë nuk mendojnë për 2 apo për 4 vjet zgjatim presidencial. Ata mendojnë për 20, për 40, për 50, shpeshherë edhe për 80 dhe 100 vite politika. Dhe planet e tyre madhore kanë filluar, për shembull të them 20 vjet kaluar, janë në zbatim sot e kësaj dite, do të vazhdojnë edhe 20 vjet të tjera. Dhe kur të përfundojë ai program, ne do të kemi një transformim rrënjësor, duke marrë nga hiç dhe duke kthyer në një konkurrencë serioz të botës siç e njohim ne të zhvilluar. Pra, kemi të bëjmë me ca sisteme që ju ka ikur kohë, janë sisteme të viteve 1980, 1990, me aktorë, me Reagan që ishte aktor, me Hollywoode, me teatrale të cilat kanë degeneruar në atë shprehje
që tash po e bëj shumë trash mbase nuk ishte drejt. Po them që është një qenë që ti e trajnon, e mëson që ta i komshiu dhe në fund të fund qeni pasi ka ngrënë në komshiu të kthehet dhe të kafshon ty si i Zotit. Dhe kështu po kthehet ky cikël i tash të quajtur kapitalizëm që unë për mendimin tim ka vdekur. Pra sot ne nuk kemi të bëjmë me një kapitalizëm normal. Kapitalizmi, atë që kemi pak të mësuar ne, siç na e kanë të shkruar në shkollë, për mendimin tim ka vdekur. Dhe vdekja e kapitalizmit, vdekja e këtij sistemi është frika që ju përmend më përpara e luftës së tretë botërore. Dhe gjeneron një luftë tashmë shumë, Petro. Shumë tash. Dhe duke patur parasysh historinë që Evropa ka qenë qendra, epicendra dhe krijuese e luftrave masive, shkatruese, kjo është për të trembur shumë, sepse nuk është e kollajt të ndryshosh një mentalitet evropian të cilët kërkojnë një kontroll totalitar dhe kur nuk e arrin ata gjejnë rrugën e dumës. Dhe pak a shumë ne këtë po shikojmë me ato 800 miliard euro që nxjerrin nga dyun sikur është një. Edhe me buldozer të fillosh të gërmosh tokën që të mbledhësh 800 bilion euro. Nuk është aq e kollaj, po siç e thatë dhe ju këto janë numra, janë shifra të cilat janë shifra në erë dhe pak a shumë këtu kemi të bëjmë, siç e shikoj unë nga syri im, me një rast ekstrem diktatorial. Pse e them këtë? E them këtë sepse sistemi evropian është ndërtuar në këtë lloj forme që shtetet individuale dërgojnë deputetët e tyre në Parlamentin Evropian, me mekanizmat e tyre, shtetet më të fuqishme përcaktojnë ose vënë për zgjedhje kandidatët e tyre për të bërë të mëdhenj të Evropës. Pra, në këtë rast ne kishim një zonjë e cila e mori nga që ishte më përpara, Van der Leyen, si e ka emrin, ishte kaq vite, vazhdon përsëri, por mbrapa saj ka mbështetës të fuqishëm. Po themi Gjermaninë. Jo vetëm aq, Petro, po nuk janë të zgjedhur ata. Pikërisht, janë të zgjedhur parlamentarë, por parlamentarët s'kan asnjë fuqi legislative. Domethënë, nuk bën ligje Parlamenti i Evropës, fare, i bëjnë këto komisionet. Po, pikërisht. Kanë vetëm nga dorën këta janë vetëm për ngritur dorën. Asgjë. Forma diktatoriale e veshur me një paraqitje demokratike, se në fund të fundit diktatura është në Europë faktikisht, ajo është diktatura, shprehje diktaturës. Këshilli i Europës, jo këshilli se janë dy këshilla, këshilli kuptimi qeveria e Europës. Për shembull, ne kemi në Itali janë të emëruar. Po, kemi një votues në Itali i cili votoi për një eurodeputet. Kushdo qoftë. Ky eurodeputet, kushdo qoftë, shkon në Parlamentin Evropian dhe është kundër zonjës quve madhe Evropës. Pra, kemi të bëjmë komplet me një sistem diktatorial i cili tjetërson formën e votës dhe e kthejnë atë në një formë të tillë që t'i shërbej interesit të një fuqie më të madhe. Pra, po ta shikojmë nga larg, të largohemi, unë nuk do të vi ndonjë ndryshim të madh midis të madhit të Kinës dhe të madhit të Evropës. Të dy janë zgjedhur në një formë diktatoriale në atë pozicion. Dhe këta dy persona do përplasen për të zgjidhur problemet e një, si të thuash, një grupi shoqëror ekonomiko-politik të caktuar. Nuk është, mund të jetë dhe dëshira ime aty, por mund të mos jetë dhe dëshira ime aty, dhe në fund të fundit, mendimi tim, as ka vlerë, as ka rëndësi. Unë thjesht po diskutoj me zotin Kosturi dhe vota ime, cila do qoftë ajo, në fund të fundit do të ignoroj. Pra, i gjithë sistemi demokratik që duket si një sistem që të jetë të drejtën e fjalës, në fund të fundit kthehet në një, si të thuash, në një trik shumë të bukur për të fituar pushtetin ose për të mbajtur pushtetin me forma të kamufluara që nuk ndryshojnë fare nga ajo, si të themi, e zgjedhjes së Vladimir Putinit në Rusi, i cili është vënë aty nga një grup i caktuar njerëzish me kapital ekonomik, intelektual dhe politik. Pak a shumë këto në fund të fundit, në pikën divergjente, këta persona ngjajnë njëri tjetrin. Ky është mendimi?
Petro, sa të qëndrosh në Korçë? Nuk e di, unë mund të ikë nesër. Unë jam në pension edhe... Thashtë të ata si ke kushtet aty ku je, që vajti një orë e lëmë këtu bisedën dhe e vazhdojmë pastaj, se dua ta vazhdoj me një pyetje që si mendon pastaj në kuptimin nëse do bëhen zgjedhjet. Kush do ishte rezultati më i mirë në kuptimin jo se do rregullohet Shqipëria, por që të mos ndodhi, sepse unë mendoj që jemi në kushtet, Petro, që këto vendet e Ballkanit janë përdorur gjithmonë historikisht si fusha betejash. Ne kemi thënë dhe vetë, kemi mësuar në histori që Shqipëria ka qenë shesh luftësh gjithmonë, kurse tani ose janë shndruar në pika në vende nga ku ka nisur luftrat, siç ka qenë ajo e Sarajevos dikur, por dhe e Kosovës, Petro, sepse mos harrojmë një gjë që gjithë kjo që jetojmë sot ka nisur nga Kosova. Kjo vështirësi, si thosh, në kuptimin teknik, në kuptimin praktik që shkriua, se ky sistemi do degradonte vetë, po në kuptimin logjistik si ka ecur, e ka fillimin në Kosovë, Petro, e kanë demonstratat e 1981-shit, të cilët në pamjen e parë duken si gjë e drejtë, popull që ngrihet kërkon pavarësinë, domethënë nga jashtë duket gjë e mirë, por është djalli brenda që e kontrollon dhe që e drejton, siç po përpiqen të bëjnë me protestat e mëdha në Serbi. Domethënë ka një dorë manipuluese shumë e fortë, e cila është dhe e dukshme dhe e padukshme. Ose bëjmë vërtet njerëzit janë ndërgjegjësuar kaq shumë dhe po mblidhen dhe 1981-shit në Tiranë, duket që të njëjtat forca që deportuan në Poloni te Leks Walesa apo deportuan në Tiananmen më mbrapa në Kinë, ato deportuan në Jugosllavi, në Kosovë, Petro, për herë të parë. Dhe mos harro që bombardimi i NATO-s në Kosovë apo në Beograd apo në Serbi është ai pikërisht kur u vendos të bombardohet Serbia, ajo është pika e fillimit e zgjerimit të NATO-s. Aty u bër vendimi që meqense Europa ka probleme, ka nevojë për ndihmë humanitare, e quajtur ndihmë humanitare ata, të punën e bombave të NATO-s, Petro, domethënë tani kuptoj ku kemi arritur. Po bëjmë ato kanë shkarkuar bomba në Kosovë. Domethënë është nuk e di se sa herë më e madhe se sa janë hedhur në luftën e dytë botërore në Japoni. Shumë e kalon disa herë duke bombarduar, duke shkatëruar objekte civile sa të shumta, duke shkatëruar natyrën, duke bërë gjithë shkatërime, duke vrarë njerëz natyrisht, thonë që ne po bëjmë një luftë humanitare, e ka quajtur guerra humanitaria, luftë humanitare, hyri koncepti dhe i luftës humanitare. Domethënë, ajo e George Orwellit thotë lufta është paqe, dhe këta e futën luftën, është lufta apo është gjë humanitare tani, sepse është një luftë humanitare, dhe aty filloi, sepse që ka qenë pikërisht Bill Clintoni në atë kohë, që kur mori vendimin për bombardimin e Beogradit, tha që aty u mor vendimi që të futej në NATO, nëse këto janë të dokumentuara, Petro, që të futej në NATO Hungaria dhe Polonia, u futën pikërisht në momentin e Kosovës. Ai që e fillimi dhe shkoi deri aty tani, aty ku filloi, aty do mbarojë, Petro. Çu bie do mbyllet cikli. Do mbyllet cikli. Sepse filloi aty se u gjet pika me dobët aty. Sepse gjithmonë, nëse kemi parasysh Lenini thoshte revolucioni shpërthen ku është hallka me dobët. Dhe këta politikat imperialiste e ndezin vatën, ndezin aty ku gjejnë më terren më të përshtatshëm, është natyrshëm. Vladimir, e fundit ju më bët një pyetje kush do fitojë. Është akoma shpejt, mund të ketë ndonjë ndërhyrje nga jashtë për ta sulmuar drejt për së drejtë Edi Ramën, i cili është një figurë e djegur për mendimin tim edhe ka shumë rima, edhe mund të fundoset shumë kollaj.
por mund të shpëtoj edhe këtë rarë me ndonjë premtim për të lëshuar vendin dhe zëvendësimin e figurës së tij me ndonjë person tjetër. Ajo që dua të them edhe një herë është që Shqipëria ka nevojë për një qeveri, si të thuash, me njerëz të zgjuar, dhe nëse ajo do të ishte lënë në dorën apo mendimin tim, unë do të sugjeronja shkrirjen e atij parlamenti, ndryshimin e numrit të deputetëve në parlament, jo më shumë se 40 veta, në atë vend me 2 milion njerëz nuk ka nevojë për ligj vend, sepse ligjet janë aty. Ai vend ka nevojë për edukim dhe zbatimin e ligjeve ekzistuese. Dhe kjo nuk bëhet me deputete që marrin rroga privilegje nga më të çuditshme, kjo bëhet me njerëz që duan vendin, dhe nëse shqiptarët nuk do të jenë në gjendje të krijojnë këtë lloj gjeneracioni ose këtë lloj brezi, ata do të mbeten gjithmonë me ato jetën në përpralla, me Skënderbej, me Nën Tereza, me Ilirë, me Pellaz, duke bërë ato shenjat me gishta lart e poshtë, dhe do të mbeten gjithmonë, si thua, arka më e dobët në Ballkan. Ky është këndvështrim im. Uroj që Shqipëria të nxjerrë mësim ose klasa intelektuale dhe ekonomike shqiptare, të arrijë të i sugjeroj të lexojë vjershën e Migjenit të Lindet Njeriu. Pra, edhe një herë, do su krijua një klasë që ta dojë vërtet vendin, të dojë dijen, të dojë zhvillimin, Shqipëria ka për të mbetur gjithmonë një vend problematik për sot e për mes. Ky është mendimi. Petër, do vazhdojmë diskutimin në një video tjetër. Patjetër. Falenderojmë gjithë njerëzit, falenderoj edhe ti, edhe dëgjojmë në video në ardhshme. Mirupafshim gjithëve.